Në komunën e Tetovës sot u mbajt debat publik lidhur me buxhetin e komunës për vitin 2026. Gjatë debatit publik u prezantua buxheti bazë për vitin e ardhshëm, ndërsa kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, tha se borxhet e mëhershme e kufizojnë komunën që të planifikojë një buxhet zhvillimor. Megjithatë, Kasami tha se projektet e planifikuara kapitale, kryesisht ato infrastrukturore që përkrahen nga pushteti qendror, do të vazhdojnë të realizohen, sepse mjetet nuk preken nga përmbaruesit. Kasami njoftoi se buxheti për vitin 2026 është diku rreth 40 milion euro. Në bazë të dinamikës paraparë dhe në buxhet në bazë të programeve zhvillimore të qeverisë dhe të komunës për vitin 2026 janë parapat të realizohen dikun 660 milion denar apo dikun rreth 11 milion euro. Ne po ashtu jemi në bisedime me qeverinë të shohim edhe mundësinë që ashtu si do të realizohen këto projekte për vitin 2025, brenda vitit 2026 që të hapen mundësi të reja, po thirrje të reja që komunat të aplikojnë me projekte, sigurisht kjo si një masë do kisha thonë stimuluese për komunat më të suksesshme, të cilat arritën të realizojnë, po do të arrijnë të realizojnë projektet e vitit 2025 që të mund të aplikojnë në vitin 2026. Bashkë me pjesën me komponentën zhvillimore, buxheti është mbi 40 milion euro. Në ndërkohë, gjatë debatit, kishte kërkesa nga qendrat rinore që të përkrahen më shumë aktivitete të rinisë, ndërsa banorët e Shipkovicës kërkuan mbështetje për ndërtimin e murit mbrojtës në rrugën kryesore, si dhe kërkuan po ashtu mbështetje për aktivitetet kulturore gjatë verës. Nga shoqata e të verbërve kishin po ashtu kërkesa që të mbështeten aktivitetet e tyre. Kasami për këto kërkesa tha se do të përkrahen përmes buxhetit që parashihet për shoqata jo qeveritare.